Një ditë plot emocione, energji pozitive dhe ndeshje të bukura sportive ku ekipet pjesëmarrëse treguan talent, disiplinë dhe shpirt gare. Atmosferë festive u vërejt sidomos në mbylljen e këtij turneu kur u ndanë trofeet, medaljet dhe mirënjohjet për më të mirët. Kampion doli Durrësi, vendi i dytë i takoi Arbreshve të Zarës, vendi i tretë Tetovës, ndërsa ekipi më i disiplinuar u shpall Ulqini. Lojtar më i mirë i këtij turneu u shpall Matias Mehmeti i Durrësit, portieri më i mirë ishte Luka Zelenčić i Arbreshve të Zarës, ndërsa gollashënuesi më i mirë ishte Lear Salihi i Tetovës. Pas përfundimit të turneut, koordinatori i qytetit organizator, Eduard Salilari, për televizionin Koha deklaroi: Mendoj që ky aktivitet u realizua më së miri, sepse nga herët e tjera që kemi qenë nga 5 ekipe këtë vit u bashkua dhe ekipi i shqiptarëve të Zarës, Arbanësit, të cilët e kompletuan këtë gjashtet që e quajtëm tamam një kampionat mbarkombëtar për gjithë zonën tonë Ballkanit. Koordinatori i Tetovës Muzafer Livareka dhe seleksionuesi Alim Odaj u shprehën të kënaqur me rrjedhën dhe cilësinë e turneut. Porosia si doli është edhe në të ardhmen Arbreshtë të Zarës janë pjesë e aktivitetit, me siguri në kupton se madhështon këtë aktivitet. Personalisht jam shumë i kënaqur nga ekipi ynë, nga djelmoshat të cilët treguan disiplinë, karakter dhe kulturë sportive. Edhe vendi i tretë është një sukses për ne. Shpresojmë të ardhmen të korrim sukses edhe më të mira. Arbreshët e Zarës kishin fituar respektin dhe nderin, kurse ky manifestim mbarkombëtar do t'i motivojë edhe më shumë. Poruka jednog prijateljstva, zajedništva, druženja. Porosia ishte miqësia e përbashkët, shoqërimi, njohja dhe energjia e mirë dhe përvoja e re që të gjithë ne na pasuron. Ky aktivitet nuk është vetëm një garë për trofe, por edhe një festë e bukur e sportit ku talenti, respekti, miqësia dhe të rinjt shqiptar bëhen bashkë. Në fund, organizatori për të gjithë ekipet ndau kupa, medalje dhe mirënjohje. Edicioni 22 i këtij aktiviteti mbarkombëtar do të organizohet në qytetin e Pes, ndërsa Arbreshët e Zarës premtuan se në të ardhmen pritet që një nga edicionet të organizohet edhe në Zarë.